Liro foltoren, flas deputeti, liro foltoren. Hajde liro foltoren tani, Agron. Boll me teatr tani, se s'jemi në dispozicionin tënd. Nuk jemi teatri yt aty, hajde, liro foltoren. Liro foltoren, ik tani, hajde. Mbyllë tash. Mbyllë se largoj unë ti. Të dashur qytetar. Apo ik tash apo jo? Ik tash tuti. Agron Shea i largohu tani, të lutem. Largohu, hajde. Tani të largo. Hajde Agron tani, Të nderuar, lëviz nga aty, të nderuar qytetar. Mos foltoren, hajde, ik tani. Largo mos më detyro të flas. Largohu se je i përjashtuar nga seanca. Largo se i bë klouni i Veljetu, largo. Të nderuar qytetar. Ju sot po dëgjoni këtu një seancë e cila hapuni çuna, hapuni. Garda nuk ka nevojë, ju lutem. Apo nuk ja thirr kush, apo largoni. Lutem gardës të largohet. Deputeti Agron Shea të largohet. Ik tutje, mu hiq. Të largohet. Mu hiq qafe tash ik. Ore mu hiq se po flas. Largohu prej aty. Mu hiq. Ju sot mu hiq se po flas. O Agron mu hiq. Nuk kemi të bëjmë debat më këtu. Largohu nga foltoria, boll e bërë teatrin sot. Largohu. Kur të mu largo. Atë që s'bëntarë dhe të bërë tjerë. Kur të them mu largo, mbyllë tash. Mbyllë se largoj unë ti. Të dashur qytetar. Apo ik tash apo jo? Ik tash tuti. Agron Shea i largohu tani, të lutem. Largohu, hajde. Largohu. Të dashur qytetar. Largohu mos e turproni më shumë veten. Të dashur qytetar. Zoti Shea, mos e turproni më shumë veten. Largohuni se deputetët kanë fjalën. Garda të largohet, nuk ka nevojë. Sot po diskutohet Deputeti Shea do një projekt largohet ligj shumë i rëndësishëm. Do largohet vetë. E mbaroi edhe TikTokun, largohuni tani. Luan, mos u merr lojën e Rion Velia të bëjnë. Lali Vjesi i përdor, shiko, këta rilindasit kanë një gjë. Kur të përdorin, të keq përdorin në mënyrën më të egër dhe kaq nuk kemi asnjë fjalë. Keq përdorimi që i bën rilindja çdo kujt që ka ushtar të vetin, pasi i blen dhe ashtu nuk ka. Tani të dashur qytetar, sot jemi këtu për të diskutuar projekt ligjin e profesioneve të lira. Ju lutem jo me dhunë nga vendi. Sigurisht që në këtë projekt ligj, Zoti Shea, Agron, mu i qarë se s'ka marrë. Largoni nga aty, po pengoni fjalën e opozitës. Ndërpritet seanca 5 minuta, Zoti Shea i dilni për jashtë, garda shoqëroheni. Atë që nuk bëri maggioranza, të më largonte me dhunë, e bëri Flamur Noka. Erdhi këtu dhe më largoi me dhunë, atë që nuk bëri garda, atë që nuk bëri maggioranza, e bëri ish kolegu i Partisë Demokratike. Atë, dëgjojni me veshët tuaj, ai që rau votuesit e Partisë Demokratike, dëgjojni opozitën. Atë që s'bëri, nuk më nxjerrni dot jashtë.
Unë nuk më nxirë dot jashtë. Nuk më nxirë dot jashtë. Nuk më nxirë dot jashtë. Ju e lejuat tani që kjo ndodhte. Kjo është atë që zbëri maggioranza e bëri një përfaqësues i opozitës. Zoti Kryeministër, fjala për juve. E keni gabim. Kryeministri e merr fjalën sa herë kërkon. Ulu në vend, zoti Noka. Ulu se nuk mund ta marrësh. Ulu se nuk e merr dot me dhunë fjalën. Zoti Valoka. Harroje se flet kushtu, përveç Noka. Sali Berishës se ja ke përmendur emrin. Zoti Noka, ulu, Harroje, qetëso, zoti Noka, qetëso. Ajo zonja E ka kërkuar fjalën kryeministri. Jo, ke drejt në hip pas të flasaj. Pasi të flasë ka thirrë emrin. Po harroje. Qetëso. Harroje, Qetëso. i ka E thirrë emrin. kërkuat ju të ndroj. Harroje i ka thirrë emrin, jo. Apo harrove? E kërkuat juve të ndroj. Ja thirrë emrin zonja. Ja ka Qetëso, qetësoni. Zoti Noka. Ja lexoj emrin zoti. Ja ka thonë emrin Edi Paloka sa ka, pastaj Sali Berisha. Maro Edi Paloka. Flet Sali Berisha, flet ti. Jo. O, zoti Noka. Po juve qa doni aty në podium? Qetësoni. Zoti Noka. Zoti Paloka e kërkuat ju të ndroj. E kërkuat juve të ndroj me zonjën Kopliku. Zoti Noka, qetësohu, ulu në vend, mos thyej rregullaren. Ulu në vend, ulu. Ulu më po. Papa. Atëre, zoti Noka, uluni në vend. Ta ndërpres. Atëre, ndërpresim seancën. Dhe ndërkohë, zoti Noka, ju tërheq vretjen. Ndërpresim seancën 5 minuta pushim. E ka zoti Mziu. Zoti Shea i largoni prej aty. Sot e dëshmuat vërtet se kush jeni. Sot ju kanë parë njerëzit për atë që jeni vërtet. Një njeri sëmur për vëmendje që nuk ka Vioni, zoti Mziu, si jeni minutazhin tuaj. Mos i drejtoni telefonin deputetit. Garda të largohet nga aty. Nuk kam nevojë. Faleminderit. Zoti Mziu, mos e ndërpris ti. Nuk po e lejoni të kryej detyrën. Zoti Mziu, do ta merrni fjalë? Po doja ishte grupi parlamentar i cili bëri ankimimin e këtij ligji antikushtetues. Ishte gjykata kushtetuese e cila prej më shumë se sa 6 muajsh e quajti antiligjor. Por në dallim nga çdo shtet që funksionon duke zbatuar ligjin, duke zbatuar kushtetues 3% në 10 vitet e fundit, nëse në gjithë rajonin borxhi publik është rritur me 1.9%, vetëm në Shqipëri është ulur me 14% i nderuar deputet. Faleminderit. Zoti Mziu e kërkuat për replik, në fakt ju dha një sqarim ministri. Për replik vetëm, 2 minuta. Që uli dividendin nga 15 në 8% me fuqi prapavepruese, vetëm i llogarit thjesht të këtyre 3 veprimeve e bëni llogarinë se sa 100 milion euro ju shmangët vetëm për klientelizëm buxhetit të shtetit. Dhe këto janë fakte të pa diskutueshme. Vim tek çështja e Gjobës, edhe të ndihmoni popullin. Po, artisti i njohur ai. U dënua për aq,
edhe 10 katë që të tje shtesat aty nuk i lëviz njeri. Janë plot të tjela. Prandaj edhe njërë tjetër, lëreni këtë fars, bollu talët, veprimet flasin ka qartë, e vetëm ide që keni pas një kokë dhe keni, është ti plaçkisni shqiptarë deri në sekondën e fundit që jeni në pushtet. Fjalën e ka Blerina Gjulameti, përgatitet parodie, këtë lloj parodie, që tentojnë her pas here me lloj